Se dënohen ata dënohet një popull, dëshira për pushtet që ato me majtë. Se ndoshta edhe pengon kthimi që këtu në Kosovë, e për mua sot ta janë në rrëstema 8-4, edhe në fund dul fitues në rrëstemi, dul i drejtë, kam emocione si në kohën e në rrëstemit, kur prej Shqipërisë shkojshin me anijen kom, nuk pritoshin me mbrojt avni rrëstemin, e për mua sot ta janë në rrëstema 8-4, edhe në fund dul fitues në rrëstemi, dul i drejtë, pa marrë parasysh dëshirat e Serbisë, e qerve, po dulën drejt. Edhe na shpresojmë se edhe këta një rrëstema do të dalin drejt. Është protesta e 4 me radhë, çka pritni nga kjo protesta këtu në Strasburg të Francës? Na presim, na dëshmojmë se nëse dënohen ata, dënohet një popull. Jo, nuk është puna e 4 individëve aty, po një punë populli. Na duhet me mbrojt, edhe na kujton kohët e luftës, që ashtu kena shkuar, duhet edhe një hap deri sa të fitoria jonë është e sigurt. Edhe këta pa dyshim janë të sigurt, pa marrë parasysh vujtjet ato. Se këta janë mësu me bajtë si sene pa drejtësi ato, po në fund fitojnë, pa dyshim. Sa i përket qeverisë Kosovës për çështjen e Hag, çfarë mendimi keni? Qeveria e Kosovës, diçka thënë nuk ka treguar shumë, nuk ka sikur kur e ignoron, sikur kur i ka frikë pushtetit, për pushtet, punë të mëdhaja, për shembull, nuk i lënë më po për pushtet, nuk e shofsh. A do të ishte me udhës një vizitë në Hag nga kryeministri i Kosovës? Po, shumë. Më është çudi që pse kanë frikë me shkue, me tregu realitetin e ato. Dhe po, pak s'ka thomi, dëshira për pushtet që ato me majtë. Se ndoshta edhe pengon kthimi që këtu në Kosovë. Unë mendoj që ashtu.